kishte kabina sakt. Mund të kem qenë lajm, por kjo s'do të thotë që pas javës parë unë nuk vazhdova të njëjtën lojë, kam vazhduar të njëjtën lojë, por në 20 banor duhesh të shpërndar pak fokus vërtet. Kështu që nuk është se unë sfumova, thjesht fokusi është shpërndar. Dhe merresh pastaj me vezët e gjithë. Po mirë, opinioni yt. Të dëgjojmë pak edhe opinionin e Rizartës, meqenëse ishte një shtëpi me ty. Si e ke parë ti lojën e Viserlos? Atëherë, mendojnë që jam sfumuar me që ke qenë aty brenda, apo që kamera është shpërndar në fokus se normalisht ishim 20 banor. Po janë në sfikimin pastaj që s'më kapi kamera. Kemi qenë 20 banor, vetëm me mua. Kameramanës do kapin ato që flenë gjuhë. Lojën e Viserlos e kam parë vërtet shumë të rrullshme në fillim, si të gjithë e kemi interpretuar. Nuk kam kundërshtime me empati. Të vrullshme. Të vrullshme. Dinamike. E nisi shumë vrullshëm që në fillim dhe shumë fuqishëm, me shpatë në dorë, ja kam thënë dhe brenda. Nuk kam asnjë gjë kundërshtuese ndaj empatisë që Viserlo ka treguar aty. Ndoshta duhet ta kishte treguar më pak që qëndrimet që të mbante të ishin më të forta dhe mbase kjo e ka penalizuar. Problemi i lojës së Viserlos në mendimin tim ishin ofendimet dhe banalitetet. Dhe unë kam shprehur gjithmonë këtë dhe atje brenda. Ishte vërtet shumë Rizarta, për shembull, ku i shikoje ti këto ofendimet e mëdha që E ka fjallën për fjallën Laskarorës dhe Lashtakës. Jo vetëm ajo. Sepse kishin lexuar. Jo vetëm ajo. Unë mendoj kështu, edhe e kam shpjeguar edhe më përpara lojën e Viserlos. Viserlo gjen dy rrugë gjithmonë. Gjithmonë i ka gjetur këto dy rrugë brenda shtëpisë, pra që i thoshte gjërat në dy kuptime. Dhe ti, nëse doje ta merrje për negativ, ky ka pasur gjithë të drejtën e botës që të thoshte ky është mendimi jote sepse është mendja jote perverse. Patjetër. Më kupton? Kështu që çdo gjë që bëhet aty brenda. Dhe pjesa për shembull se dua të dalë vetë ty që nuk pata mundësi çfarë që të flisja. Ne si publik, pra po të flas si publik, jo si opinioniste, e kemi parë që ti në fillim fare kur ke hyrë brenda shtëpisë ja afruar me gjestin, pavarësisht se ti tani po e thua, pra për të na hedhur hi syve, jo se unë e kam pasur shoqëri. Ti e ke ditur që me gjestin ti do bëheshe faktor. Këtë e ke ditur që në fillim, je munduar ta përçash pak marrëdhënien gjesti Egli, me thënë të vërtetën, por pavarësisht çdo gjëje nuk ja arrite dot. Sepse vërtet gjesti e mori atë valixhen me zarfe brenda, por që në fund fare zgjodhi Egli dhe jo ty. Okej, të përgjigjem të lutem. Si fillim ndaj interpretimeve që thet, çdo gjë që bëhet aty brenda ka vend për interpretim, çdo fjalë, çdo veprim, prandaj është Big Brother. Normalisht që edhe të Viserlos mund të interpretoje sipas mënyrës tënde. Për mua ishin shumë të rënda fjalët apo banalitetet apo komentet. Po kur ta shpjegonte ishte në rregull me vetën ai. Si? Kur ta shpjegonte ishte në rregull me vetën. Patjetër, çdo njeri është në rregull me të vërtetën e tij. Për shembull, ti nuk e dal në rregull me të vërtetën tënde, sepse në fillim fare ju afrove gjestit, pastaj ju afrove Aldos, pastaj nuk u kuptua fare, domethënë se kush ishte mendimin e saj, që ka menduar që si ta sakro. Flas për lojën, unë nuk kam asnjë gjë. Gjëra kanë qenë vetëm për lojën nuk marr asgjë personale. Absolutisht jo. Që në fillim unë jam afruar njësoj me të gjithë njerëzit aty. Nuk ka ndonjë gjë që të bësh faktor, nuk ka asnjë gjë që të bësh. Po, e qartë. Rizarta është e qartë, ne do të vazhdojmë diskutimet për të parë gjithë pyetjet, gjithë lojën tënde, lojën e Viserlos, por më duhet të ndaloj transmetimin live tani për gjithë ju që jeni nga ekrani i Top Channel. Ne do të shihemi të dielën e ardhshme në orën 12:45 gjithmonë, por do të vazhdojmë të rrim për diskutime të tjera me Viserlon dhe Rizartën për të na ndjekur, për të ndjekur episodin e plot, mund të na ndiqni në YouTube dhe natyrisht edhe në rrjetet e tona sociale. Ju dërgoj një përqafim.